Faton ka pasur disa raportime lidhur me një sherrë të ndodhur në Kosovë mes këngëtarit Butrinti Imeri dhe Finemit. Kemi ndonjë informacion se çfarë ka ndodhur? Po, thuhet që pas koncertit që ka kryer Butrinti, ai thotë që është sulmuar nga personi në fjalë dhe me një pjesë të madhe të shokëve të tij dhe thuhet që ka ndodhur një përleshje ashpër aty, pastaj janë organet e drejtësisë të cilat kanë filluar hetimet, mirë po siç dihet në Kosovë kur kemi raste të tilla të cilat nuk përfundojnë me vrasje, atëherë si thua ka merr një kohë shumë gjatë derisa të kryhen hetimet e nevojshme. Pra, në raste të tilla organet e drejtësisë në Kosovë janë shumë të ngadalta dhe merr një kohë jashtëzakonisht gjatë. Unë pres që s'paku 2 vjet të shkojnë derisa të mbaron gjithë ky proces. Kemi raste të tilla që kemi pasur edhe rastin edhe Nojzit i cili ishte plagosur këtu në Prishtinë dhe dikun mas 2 vite ka përfunduar si thua ky rast. Kështu që nuk pres unë që të ketë si thua së shpejti të kryhet ky rast në organet e drejtësisë. Të dy palët japin versione të ndryshme derisa organet e drejtësisë këtu dhe prokuroria nuk është se kanë qenë shumë të çastme për të dhënë informacione shtesë, vetëm kanë mjaftuar me ato informacione që i kanë dhënë në rrugë zyrtare, për media, duke thënë që ka ndodhur një përleshje mes 2 grupacione, siç kanë thënë ata, edhe që prokuroria po zhvillon hetimet dhe për të sqaruar rastin. Mirë po, deri më tani thjesht nuk është se ka pasur ndonjë zhvillim të ri nga organet e drejtësisë, derisa personat, në fjalë sidomos Butrinti ka qenë ai i cili i pari kishte deklaruar se ishte sulmuar, pra ai sipas tij ai kishte qenë personi i cili ishte goditur, nuk kishte qenë personi që ka sulmuar, mirë po ka qenë pala tjetër që e ka sulmuar. Do të diskutoj me ty edhe një temë tjetër që ka të bëjë me disa hetime që kanë nisur ndaj presidentes Vjosa Osmani. A mund na sqaroni diçka më shumë? Agjencia kundër korrupsionit ka nisur disa hetime sipas cilës nuk përkojnë disa shifra me pasurinë që ka zonja Osmani, kujtojmë se zonja Osmani ka një pasuri edhe në Australi dhe sipas tyre shifrat që zonja Osmani ka deklaruar nuk përputhen me gjendjen të rend, pra me shtëpitë që ka, me jetën, me tokën, me veturat, kështu që ka filluar një hetim i cili në gjykimin tim duhet të përfundoj sa më shpejt, se sa më tepër që le hapësirë, sa më tepër që zotet le hapësirë të ndryshme të debateve të cilat shpesh herë nuk janë reale, pra nuk përkojnë me gjendjen reale. Kështu që kjo nuk do të thotë që zonja Osmani është e fajshme derisa të ketë një vendim të formës prerë, këto janë vetëm hetimet fillestare tek cilat po zhvillohen, siç e thash tani një herë, për të kuptuar më mirë ose për shkak se sipas disa prokurorëve, pra nuk përputhen gjendja në terren me shifrat që i ka deklaruar zonja Osmani në deklarimet që bën çdo vit të zyrtarëve të publik, pra për shumat që përfitojnë për jetën e tyre që e bëjnë. Në këtë kuptim ka disa mospërputhje të cilat po zhvillohen për të qartësuar. Në rast që nuk ka pastaj, atëherë zonja Osmani mund të merret edhe si e pandehur. Fatona, mund të ketë prapavi politike nisja hetimit ndaj presidentes Osmani? Po, unë dëshiroj të besoj që nuk ka, mirë po faktin që zonja Osmani vetëm edhe pak muaj përfundon mandati i saj, pra me 2 mars zonjës Osmani vetëm sa i përfundon, atëherë kur ka mbetur edhe një muaj e gjysmë, atëherë mund të ketë edhe insinuata të tilla, të cilat mund të çojnë pse u dash pritet për 4 vjet deri në 5 vit, tash 4 vjet e gati 5 vitin e fundit që zonja Osmani vetëm ka filluar mandatin, atë pse u dash pritet një kohë kaq e gjatë për të filluar hetimet kur këto shifra kanë qenë të njëjta, pra zonja Osmani nuk është se pasurinë e saj e ka rritur për këto 2-3 vite, ashtu siç ka qenë deklarimi i pasurisë së saj, qysh para 4 vite është pothuajse i njëjti, me pak shifrat që dallojnë, mirë po nuk është se bëjnë ndonjë diferencë shumë të madhe. Në këtë kuptim, le për të dëshiruar
për hidhëtarët e zonjës Osmani, kë është një sulm me prapavi politike, mirë po për tjerë që nuk janë hidhëtarë zonjës Osmani, pra për pjesën opozitare, thjesht ky është një hetim i pavarur dhe i cili nuk ka asnjë prapavi politike. Pra janë dy pole të cilat janë pozicionuar, njëra pol që e quan këtë gjuhët i shtrigash dhe njëra pol tjetër që thjesht thonë që nuk ka asnjë ndërhyrje politike, thjesht janë organet e pavarura të drejtësisë ato të cilat tashti e kanë parë të arsyeshme për të nisur këto hetime. Mirë po mbetet për të parë, unë si një qytetar i këtij vendi, mirë po si një gazetar, dëshiroj tash të besoj që nuk ka ndonjë prapavi politike për shkak se drejtësia duhet me qenë e pavarur dhe duhet ta kryejë punën e saj me nder dhe të gjithë qytetarët, pavarësisht nga pozicioni që mbojnë, duhet të jenë të nënshtruar dhe duhet të jenë të njëjtë para ligjit. Kështu që duhet besoj që nuk ka, mirë po ka insinuata që ka si thua edhe prapavi politike për faktin që zonja Osmani vetëm se ka shprehur dëshirën e saj të madhe për të qenë një mandat 5 vjeçar në krye të presidencës në Kosovë. Ajo ka theksuar që nëse partitë politike nuk ja bëjnë votat në kuvend, ajo vendi do të shkojë në zgjedhje dhe do dalë vetë në fushat për të kërkuar vota. Kështu që kjo është vetëm si një paralajmërim që zonja Osmani vetëm që i bëri opozitës dhe e cila ka mundësi që me njerëz që i ka në prokurori tjetë një lloj kundërvënie në këtë mënyrë zonjës Osmani, në mënyrë që për ta parandaluar atë që në rrugtimin e saj për një mandat tjetër presidencial. Ishte i pritshëm një vendim për faktin se zotëri Trump me 4 janar pra ka publikuar një listë të vendeve të cilat qytetarët e cilat përfitojnë një shumë të madhe të si thua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë qëndrimit atje përfitojnë si thua ndihma sociale. Në këtë kuptim ishte edhe Kosova dhe Shqipëria dhe 73 vende tjera, gjithsesi janë 75 vende të cilat qytetarët cilët një pjesë e madhe nuk punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po përfitojnë ndihma sociale. 41% sipas raportit të zotit Trump, pra janë 41% të qytetarëve të Shqipërisë që përfitojnë, derisa 46% janë qytetarë të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfitojnë nga sociali. Dhe janë 73 vende tjera të cilat për shkak kësaj pra janë pezulluar për shkak se zotri Trump sipas tij pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë aq paratë të mjaftueshme me bollëk për t'u dhënë njerëzve të cilët vinë dhe qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk punojnë. Kështu që ky vendim ishte i pritshëm, mirë po nuk ishte një vendim që i pritur mirë në kuptimin që një pjesë e madhe të qytetarëve të Kosovës të cilët kanë të afërm në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë nuk mund të përfitojnë për shkak se është ndaluar edhe ribashkimi me familjarë sipas vendimit të zotrit Trump për një kohë të pacaktuar. Nga ky vendim përfitojnë vetëm turistët edhe studentët dhe një pjesë e madhe e qytetarëve që dëshirojnë me shku me e pa kampionatin pra botror, një pjesë e madhe të tifozëve të tjerët është ndaluar për një kohë të pacaktuar, mirë po një përgjegjësim fundi që e dha ambasada amerikane këtu në Kosovë tha që terminet pra nuk janë të ndaluara, pra intervistat e qytetarëve të cilët dëshirojnë të marrin leje dhe për bashkim familjar apo për arsye tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra do zhvillohen intervistat, mirë po pavarësisht faktit që është ndaluar, mirë po ata thonë që do të vazhdojnë që në rast se do të ndryshojë ky vendim i cili është për kohë të pacaktuar, atëherë këta qytetarë mund të përfitojnë, mirë po për momentin për një kohë të pacaktuar është i ndaluar si në Kosovë, në Shqipëri dhe 73 vende të tjera.